Me mua përfundon me kanun debati i ashpër në Big Brother VIP Albania. Një debat i fortë është zhvilluar brenda shtëpisë së Big Brother VIP, ku dy banor janë përplasur ashpër me njëri tjetrin gjatë një bisede që shpejt u kthye në shkëmbim ofendimesh dhe akuza të rënda. Debati nisi pasi Gimbo i rikujtoi Rogerti disa histori personale që ai vetë kishte ndarë më herët brenda shtëpisë. Gjatë bisedës, tensioni u rrit ndjeshëm, pasi Rogerti vazhdonte të teprojë me fjalët e tij, duke kaluar çdo kufi dhe duke bërë akuza dhe ofendime që nuk kishin të bënin vetëm me lojën brenda shtëpisë, por edhe me jetën personale të Gimbos. Në një moment të debatit, Gimbo paralajmëroi se për shpifje dhe ofendime që janë bërë gjatë qëndrimit në shtëpi, çështja mund të vazhdojë jashtë spektaklit, madje edhe përmes rrugëve ligjore. Situata u tensionua edhe më shumë kur u përmend kanuni i Lek Dukagjinit, duke e bërë situatën të duket e rrezikshme dhe me pasoja serioze. Gimbo theksoi se mënyra si po veprohej nga Rogerti ishte tepruar dhe mund të shkaktonte një reagim shumë të fortë. Teprimi i vazhdueshëm me ofendime, kërcënime dhe fjalë që të kalonin lojën normale brenda shtëpisë, sipas tij, mund të përshkallëzohej në mënyrë të paparashikueshme. Nga ana e tij, ai theksoi se përfshirja e kanunit nuk është thjesht një shprehje simbolike brenda shtëpisë, por një paralajmërim se veprimet e nxituara mund të kenë pasoja serioze. Ai u shpreh se askush nuk do të dëshironte që një debat i tillë brenda spektaklit të përfundonte jashtë kontrollit dhe të merrte për masa të papritura. Për këtë arsye, u bë qartë se roli i produksionit është vendimtar. Nëse nuk ndërhyhet me masa disiplinore ndaj atij që po tepron, rreziku që situata të dalë jashtë kontrollit është real. Çdo lloj veprimi i nxituar mund të çojë në tensione të mëdha dhe situata mund të marrë kthes të paparashikueshme. Ky debat është një paralajmërim i qartë se përtej lojës dhe dramatikës së spektaklit, ekziston nevoja për kufi dhe masa disiplinore brenda shtëpisë. Teprimi me fjalët, ofendime dhe kërcënimet nuk duhet lejuar, sepse përndryshe mund të ndodhin gjëra të papritura që as produksioni dhe as banorët nuk i kanë parashikuar. Në këtë kontekst, tensioni brenda shtëpisë nuk është thjesht spektakël për publikun, por një situatë ku roli i produksionit bëhet vendimtar për të parandaluar përshkallëzime të mëtejshme dhe për të ruajtur sigurinë e të gjithëve.